Aleanca për shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari nesër në kryesinë qendrore do të vendosë nëse do të mbetet me Vlenin apo do të dalë vetme në zgjedhjet lokale. Kryetari i ASH-s Arben Taravari tha se do të dëgjojë anëtarët e kryesisë dhe kryetarëve të degëve për të marrë një vendim përfundimtar. Ai beson se në disa komuna Aleanca për shqiptarët mund të korrë rezultate të mira, si në Gostivar, Vrapçisht, Bogovin, Tearc, Saraj, Likov dhe Dibër. Për ta sqaruar për opinionin kemi dy opsione. Një opsion është së bashku me Vlenin të dalim në zgjedhjet lokale, ose opsioni i dytë është Aleanca për shqiptarët të dalë e vetme në zgjedhje. Mendojmë se edhe vetme dalë në disa komuna me ndihmën e disa partive të partnerëve të koalicionit mund të bëjmë rezultat mirë dhe të shkojmë në rrugën dytë, po edhe të fitojmë. Po ja që unë dua të ndëgjoj kryesinë qendrore dhe kryetarët e degëve dhe në bazë të asaj të vendosim definitivisht si do të shkojmë në zgjedhjet lokale. Taravari, kur i përmend partnerët e koalicionit jashtë Vlenit, i referohet VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Demokratike Turke, por ai e përjashton mundësinë për një bashkëpunim me BDI-n e Ali Ahmetit. I pyetur për deklaratën e Bilal Kasamit, i cili u shpreh se ai që ndahet nga grupi EHA Ujku, Taravari u përgjigj. За Билал Kasami ne bi sakal da komentiram, to je njegov stav. Për Bilal Kasamin nuk do të doja të komentoja. Ai është qëndrimi i tij. Mendoj se ai ngutet kur jep deklarata, por është puna e tij. Nesër kemi mbledhje të kryesisë qendrore të Aleancës për shqiptarët dhe do të vendosim se si do të vazhdojmë më tej, deklaroi Taravari. Mbrëmjen e së dielës, liderët e koalicionit Vlen u takuan për herë të katërt brenda javës në kërkim të një zgjidhjeje se si të dalin në zgjedhjet lokale.